kemi qenë 3 herë te lokali. Herën e parë, edhe me policinë më tha shumë shpejt tuja jemi nda. Herën e dytë, na kanë marrë policia. Nga viti 2017, Zahiri dhe shoqëriu nuk hynë në objektin që e kam blerë dhe nuk marrin qira. Këta të dy kanë provuar që të futen në objekt dhe policia ka ndërhyrë. Çështja ka përfunduar me një akt akuzë në gjykatë. Sipas kërkesës për plotësimin e akt akuzës të gjykatës themelore në Prishtinë të datë 20/12/2023, prokurori i rastit me datë 29/12/2023 ka ngritur akt akuzë të plotësuar kundër të pandehurit M.B dhe N.B për shkak të dyshimit të arsyeshëm se kanë kryer veprën penale uzurpimi paligjshëm i pronës së paluajtshme nga neni 320. Rast penal është i hapur një rast? Është në rast uzurpim, që kanë bërë kallëzim penal uzurpim. Është marrë një seanca përgatitore, është ty tash në afat pa caktuar. Për çfarë arsye? Arsyet nuk e di. Kemi qenë 3 herë te lokali. Herën e parë, edhe me policinë më tha shumë shpejt tuja jemi nda. Herën e dytë, na kanë marrë policia, dhe kemi shku në stacion policor për deklarat. Na 2 edhe pala tjetër me Meti. Na jemi shkue 2 herë, 3 herë. Herën e dytë kur kom shku. Kom shku me djalë të vllaut, edhe kemi thonë që pronën duhet me lëshu. Ajo thirken qatë kontratën, në kontratën cilën e bënëm dytën kontratë që e bënëm për 5 vjetë, edhe u thirken qato. Kur vishin policia këtu u thirken kontratë, theke unë e kom me qiro. Unë i thesha, po s'ma ka pagu qiron, theke, ajo tjetër procedurë. Policia theke, tjetër procedurë kjo, që s'ti kam pagu por, po ti kontratë paske. Erdhen policia, u murën në qendër. Shoqëri Kabashi dhe Zahir Gubetini pretendojnë se e kanë blerë pronën. Familja Berisha pretendon se marrëveshja ka qenë vetëm me njërin nga vëllezërit, duke anashkaluar pjesën tjetër të familjes. Rastet vazhdojnë të jenë të hapura në gjykatë. Sot qysh ka me të puna? Njëjtë. Na e kemi pagu, rrim anash, ata e shfrytëzojnë lokalin pa kurrë probleme. A kam borë që tash qiras? Prej muajit të parë, të kontratës dytë, nuk kanë bëu asnjë pagesë. Cëllën vjet ka qenë? 2017. Dhe çka është tash shumë e rëndësi, edhe afati i kontratës dytë ka skadu. Dhe ata sot e shfrytëzojnë as pa kontratë. Unë jam të çudit në organet shtetërore, në polici edhe në prokurori si mundet. Qysh ka me të puna sot? Mas asaj, mas masë sigurisë, ma nuk kam pagu ata. Pse gjykata e ka qitë masën e sigurisë? Masa e sigurisë e ka qitë gjykata, thot, nuk mundesh me shit, nuk mundesh me shti hipotekë, po në pikën 3, thët, përdorimi i jetë pronare. Do më pronari jem na. A pritet me majtë nëjë seancë tash, a keni nëjë njoftim deri ku ka shku? Nuk e di, unë kam menduar që t'i bëj një shkresë gjyqtarit, edhe ti për me fillu seancën. Mirë po, si mas kemi edhe lëndë edhe prej, sigurisht e din edhe ti, prej edhe 2011-shit, e 2012-shit, sigurisht nga përshka nga ngarkesës gjyqtarëve, se s'është orë në. Vetëm i shkak, ma mërmenja mua, që vetëm i shkak është qaj.